ajo çfarë ka ndikim më shumti tek nxënësit është feedbacku apo komentet kthyese që mësimdhënësi i jep nxënësve përtej asaj se cila është nota ose pikë që ke marrë në detyrë, pra cilësia dhe shpeshësia e feedbackut dhe komenteve kthyese që merr nxënësi, është qartësia e mësimdhënies. Këto dyja kanë atë efektin më të madh, qartësia e mësimdhënies, kuptimin që sa mësimdhënësi në klasë është i qartë në atë se çfarë ofron edhe si e ofron. Po ashtu në këtë kategori bën pjesë edhe elementi i pritjeve që kemi për nxënës, mendoj është një element shumë i rëndësishëm. Këtë rast prindrit, komunitetin edhe mësimdhënësit, por edhe pritjet, po është shumë interesant që se ke menduar asnjëherë se mos edhe kjo është një çështje që duhet trajtohet. Për shembull, nëse pritja është që kush mundet, aq sa mundet, por ne s'kemi rol që ta ngrisim një nivel më lart, natyrisht që ata nxënës do të mbesin aty ku i kemi gjetur. Do ne kem këtë kategorinë që ose në fund disi nxirremi me një notë kaluese, apo kaq mos progresi i nxënësve është faj ose problem më shumë i nxënësit se sa i mësimdhënësit. Secili nxënës mund përmirësohet. Edhe fundit në këtë kategorinë e këtyne strategjive ose efektit që ka në cilësinë e mësimdhënies është mikromësimdhënia. Sa mësimdhënësit janë në gjendje që ti qasen specifikave të asaj se çfarë po ndodh tek nxënësi, çfarë po ndodh tek aktiviteti dhe me aktivitetin e mësimin që ju i keni dhënë për detyrë nxënësve. Brenda kësaj është edhe elementi i diferencimit dhe individualizimit.